Doja të sillja në vëmendjen e kolegëve deputet të pranishëm në sallë faktin që protestuesit janë aty përpara dyerve, janë aty jashtë. Meqense Taulandi foli sot për ditën e parlamentarizmit, për forcën e argumentit, dua të rikujtoj se në seancën e para 2 javëve, të dyja palët rat dakord që ta mbyllni seancën shpejt e shpejt që të mënjanonit protestuesit. Njëra palë si zhurmuesit e indinjuar, si zakonisht, dhe pala tjetër me Taulandin që e mbylli debatin si zakonisht. Taulandi doli dhe tha ju qep protestuesve duke i akuzuar për krime të supozuara, ndërkohë që u qau u hallin këtyre që po bëjnë zhurmuesin dhe tani, u tha edhe ju e keni pisk punën, tha, që lejeni më mirë më njanë. Tani, një popull që nuk shkundet, nuk mund t'i ndjej zinxhirët me të cilët mbahet lidhur. Shkruan dhe dikur Rosa Luxemburg. Populli shqiptar, jo vetëm që është shkundur, po ka 31 ditë që po i përplas krahët për të shqyer zinxhirët me të cilët i mbani lidhur. Dhe ju mund të mendoni se ata zinxhirë që keni fargëtuar për 35 vjet nuk do të shqyen. Po duhet dini diçka, se ky popull tashmë e ka mposhtur frikën. Shqiptarët po këndojnë një zëri poshtë patronazhistët. Ata patronazhistë pa të cilët ju nuk mund të shantazhoni më popullin e thjeshtë. Ndërkohë që shqiptarët këndojnë, patronazhistët janë fshehur skudave si minj. E bashkë me ta keni frikë edhe gjithë ju që vjeni në rresht mbrapa Taulantit, sepse ju e dini që tani që edhe Vučići rangafroni, radhën e ka ky juaj. Ju e dini se është strukur të ai bunkeri Surrelit, njësoj si Hitlerit e bunkeri Berlinit, përpara se t'ja hiqte vetes bam. Tani, kryeministrat në mbar botën e qytetëruar dorëhiqen, ndërsa sultanët, prishësit e përndritur si ky juaj, rrëzohen nga pushteti. E kur rrëzohen, rrokullisen të atë pjetë, e marrin me vete edhe ata të cilët janë kacavjerë të çallma e sultanit, të qafa të mjekra e sultanit. Prandaj, të nderuar kolegë, unë nuk do lodhem që nga kjo sallë, sa herë të më jepet mundësia, t'ju bëj thirrje në të mirën tuaj që të jepni dorëheqjen sa s'është ende vonë. Zoti Balla, replik. I përmendi emrin, zoti, ju lutem mos ndryni, ju lutem. Urdhë? Mos e ktheni në kafene, zoti Balli, ju lutem. Edhe një herë lutem se deputeti që sapo foli ka një hall shumë të madh, sepse edhe do që ky parlamenti të mbarojë më shpejt, se vitin tjetër duhet të lëshoj mandatin, se vjen ai tjetri, se kështu e kanë marrëveshjen. 2 vjet njëri, 2 vjet tjetri. Lapaj ka sjell tezën. Ai tjetri ka sjell atë që i mban çantën. Këto janë partitë e reja që shkojnë atje ke protesta për të bënë një selfie, edhe për të marrë në mbështetje në Instagram dhe në Facebook, një lloj si ata personazhet e televizioneve. Dhe Vučići që the, merru me të sa dush, nuk i shkojnë një politikani shqiptar kurse si krahasimet me Serbinë për asnjë arsye. Dhe sa i përket Edi Ramës. Edi Rama e ka shkruar emrin e vet në historinë e këtij vendi si kryeministri i parë dhe i vetëm që mund mes të Beogradit ja ka thënë mund ball historinë Serbisë sa i përket Kosovës, është udhëheqësi i parë shqiptar dhe i vetëm që në Beograd ka shpallur pavarësinë e Kosovës. Dhe i dashur deputet, mos merr veset e vjetra. Pse gënjeve këtu që unë bashkë me këta këtu, pas kemi rënë dakord 2 javë më parë,
Këta nuk vinë basdite për punë tjera se shkojnë flenë gjumë, po jo se më morën vesh me mu. Këta ikën, thanë do vinë, nuk erdhen. Përfundoni ju lutem. Që pikat e redititës kishin mbaruar me vendim të kuvendit, pra kishin marrë vendim ndërprerjen e diskutimeve, nuk është e vërtet ajo që the, dhe natyrshëm votuam sepse një gjë po ja përsëris. Partisë Socialiste me forcë nuk i merrni dot asgjë. Këtë ta ngulisni mirë mendje. Këta se për ty sa kanë pasi ti unë, faleminderit. Faleminderit. Zoti Tritan Shehu e ka fjalën. Faleminderit, zoti kryetar, po e nis me replikën për të vazhduar me procedurën sipas atyre që kam kërkuar. Së pari po është e vërtet. Unë jam krejt koherent në pozicionet e mia në mbrojtjet e familjes së shenjtë të përbërë nga burri dhe gruaja me shpresë të Zotit fëmijët. Jam krejt koherent në atë që gjinia është një dhunti e perëndisë apo natyrës dhe jo një element i ndryshuar me dekrete. Jam krejt koherent në atë që përdorimi i terapive për ndryshuar gjinin është një krim kundër njerëzimit. Jam krejt koherent sepse dhe prandaj jam dhe në Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike është koherente në këto element, është thelbësore në këto qëndrime që i kemi edhe në statutin tonë. Por unë kam një pyetje për juve. Ju ku jeni me këtë gjë? Ju qëndrim keni? Ku qëndroni? Anatemuat që këtu protestën me terma marksiste, me terma komuniste, me terma populiste dhe disa tjera. Është e vërtet që mund të ketë rryma të tilla aty, por haruat atë që është tratja se proteste, që është revolta popullore, që është pakënaqësia popullore ndaj këtij regjimi, ndaj kësaj keqeverisje e cila vetë se lejon dhe shtyn njerëzit të braktisin këtë vend. Dhe kjo është e vërteta. Ju akuzuat për marksist. Unë do të them diçka. Ku jeni ju me marksizmin? Ju jeni shumë më thellë të majtën se sa marksizmi vetë. Sepse marksizmi vërtet gjeneron dhunë, diktaturë, shkatrim të pronës, të individit. Por ama në një gjë që ndronte, familjen nuk e shkatroi. Ju kërkoni të shkatroni familjen. Ju kërkoni të shkatroni që është themeli i shoqërisë njerëzore. Dhe ky është problemi juaj. Prandaj ju miratuat atë ligj këtu, famkeq të barazisë gjinore, e cila nuk bën gjë tjetër, vetëm shkatron gjininë biologjike, vendos gjininë biologjike si themel të shkatrimit të familjes dhe edukimin të fëmijëve. Prandaj ju keni ndërmarrë një fuçat kriminale për përdorimin e hormoneve te fëmijët që 13 vjeç e gjysëm për ndalim për ndryshimin e gjinisë. Dhe prandaj ne kemi sjellë një ligj këtu për mbrojtjen e fëmijëve, për mbrojtjen e trinjve. Zoti kryetar, kush e ligj? Pse nuk po kalon? Pse është bllokuar? Ishte planifikuar një herë të miratorin datën 2 korrik seancë plenare. Pse evitohet? Pse anashkalohet? Pse fshehurazi nuk kalon për komisione dhe sabotohet nga maxhoranca për të kaluar në komisione? Këtë na shpjegoni. Dhe këtë na thoni juve këtu. Qëndrimi juaj shumë i qartë në mbrojtje tyre parime thelbësore. Qëndrimi juaj si skutha është më tej se marksist, është një majtë ekstreme dhe pastaj flisni për protestën, e cila është bazuar mbi pakënaqësinë popullore, mbi revoltën popullore. Dhe unë kërkoj një përgjigje për të gjë. Përfundoni ju lutem. Përgjigje për të gjë. Çdo bëhet me atë ligj që kemi sjellë ne këtu për mbrojtjen e fëmijëve dhe trinjve, kur do kaloj? Pse nuk jepet asnjë shpjegim? Ka diçka ku ngri një deputet, ngri një shqetësim të tillë në seancë plenare zyrtare. Të paktën duhet të thënë çdo bëhet. Nuk thohet asgjë. Si skutha përpiqeni ta fshini, ta mbuloni atë ligj. Pse? Sepse bindjet tuaja, ideologjia juaj është më e thellë se marksiste, është një majtë ekstreme populiste që shkatron familjen, shkatron fëmin, shkatron të rinj dhe pastaj flisë për protestë popullore kundër regjimit, kundër jush që po shpalosën Shqipëri. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Ardit Bido. Po, procedurë.